S'ka shumë lakum. Falli, sehiret, rukjet janë disa nga termat e përditshme të një pjese të shqiptarëve, të cilët kërkojnë të zgjidhin hallet dhe problemet përmes këtyre metodave. Dhe kuptohet, për këtë paguajnë tek personat që pretendojnë se janë të aftë të kthejnë në mbarësi jetën e tyre. Por ka raste që dikush e kupton më shpejt që asnjë fuqi magjike nuk mund ta ndryshojë të ardhmen. Si në rastin e kësaj studenteje, e cila shpejt e ka kuptuar që ajo dhe shoqet e saj kishin rënprerë një mashtrimi. Ku shkojtë që e faltore, na merë porët edhe veç në rranë. Jena studenti, jena qika treja, gabimi jana që jena shku, po kena mendur si krejt bre që shmendojnë ka njëre që mund është me gjithë zgjidhje që aty, po që na ka mashtru, na ka këput, na ka tranu të na rajtë, në non stop. Vajza, për na tregon për një fallxore nga Prishtina, pjesë e komunitetit bosnjak, e cila ka një metodë tepër interesante, pasuljen, ose si që thojnë në Tiranë, ngrosh. Dhe me këtë metodë e kam pësuar keq disa bashkëmoshatare, mes tyre edhe shoqja më e ngushtë e denoncueses tonë. Pëllerat shoqën dheme që ta do për doshurit, se kinë se kjo për dike që ka femën tjetër e nuk ka më ku me ty ko krejt kohën bashke, pa lovëra, rena që për një me dëbujnë me u që ditë. Strategjia mashtrimit të kësaj zonje me emrin e shenjtë Medina shkon përtej një seance. Ajo i bind vajza që të shkojnë sërish. Sepse, me një takim të vetëm, duket se magjia nuk funksionon. Që të shten me shku prap të ajo, edhe pse jo me shku edhe nështë mi janë hap njerëzve sy që ajo në veç rena edhe nuk bën me japoret e tu se veç të mashtron. Kur gjo hajt për të në nuk ka njëre. Kjo vajz po akuzon zonjën, por për të tjerët, ajo është një bamirëse e vërtet që me sa duket e ka në plan ta pastoj gjithë Prishtinën nga syri i keq, prandaj me që edhe unë jam banore e Prishtinës, më mirë po shkoj vetë. Si e? Da ke këshyr një herë të një qanë? Kur njetë? Me pësull me këshyra, me falla, ke këshyr një herë diçka, jo? Kur njetë? Hera Cila parë. shoqet ka dhënë një? Një shoqe përmes një këngëtares. Duhesh me dhënë një ditëlindjen tonën, pa tjetër, edhe për aki bura frera. Një mentale, një fmi. Pasi bamirësja ka mbaruar punë me porosit, në jep menyjin e shërbimeve që ofron. Ose me kafe, ose me pasull, ose duja qa dush. Me pasull shifet ma fel me detojan. Por një kohë kogja gatë. Falin me filxan nuk është për një kohë gjatë, mbrana 3-4 muaj maksimum, deri në 5 muaj. Pasullja dhe me Kur'an nuk është gjena me këshirë. Kom su pinonit stem. Ska një muna i sa? Mu për veti ja vazama. A i beson t'i kësojna? Unë e besoj. Që donë me të lëshu do mesazha me zatë që e kam për pasullin, çdo fjalë ka dalë. Mu veç zotin ka një mu. Unë veç e kom pasë Allahun me veten. Elhamdulillah, faleminderit për gjithçka. Fetore, në veti aje fetore, citat, status që shme thonë, në Kur'an është insani pa bo 40 vjetë kur lind, zoti e ka shkru pote. Mos e ka fjallën për 40 ditë? E jo për 40 vjetë, por kështu është kur e ngatron fen dhe Kuranin me hedhjen e fallit. Si do qoftë, me që me pasullin shihet me thellë dhe ne po e zgjedhim këtë metodë kaq interesante. E tash për kanti don për vete dhe për burrë. Për vete, për burrë, për pasulli shkon me 2 ditëlindje. Sa vjet ka fëmia? 3 vjet. Nuk më kalon kur me pa fëmijë. Ç'kjo çaj halli që unë e kam. Te ti diçka ka ndalë, okej, djali ka 3 vjet, nuk ka ndalë që tash ose dje par dje. Ti s'ke pas problem diçka me krejsa, me kryet. Smutja diçka. Është si depresion. A di që shpëm delti? Si u kanë diçka kogja keq, pa vullnet, pa fuqis, me zarje të ejt. A kur lajk se ke pa? Jo, veç kur ka lind. Pa e ka martu me qka? Jo. Qka shumë lakum. Ma mirë jese që shje kanë, po hala nuk jarë vetëm. 5 hapa për para, 10 mrapa. 5 hapa për para, 10 hapa mbrapa. Rëndësi ka që të nisësh, se për të mbërritur as që bëhet fjalë, si do qoftë presim akoma. Ndoshta në fund do të arrim rezultatin e pritur, sepse tani vjen momenti që Medina na tregon për atë. Ai si shpirt si zemër nuk ka djali keq. Nuk e ka shpirtin e keq. Ai ndryshu krejt. U bën një tjetër njeri. Që djali zemër hala e ka pikën e doftë ty. Mundesh me thonë që ai ti don hala. Ti zemër mrena veten ti hala kish presë më ky me to. Djali është bllokum diçka. Veç që të bllokin mundet më kanë edhe pe lindje. Okej, skaneri partnerit të vajzës hallëgjie? Që në këtë rast jam unë. Është kompletuar. Tani, na mbetet vetëm të gjejmë rrugën e duhur për ta zhbllokuar. Por ka edhe një problem.
Zeshkani. Një djalë tjetër është zeshkan, është tepër oferta e mirë. Mos e ki tash dikon. Jo, nuk e kam kërkan. Oferta që të vjen i zeshkan, ofër te mos e hu. Tani jam bërë vërtet konfuze. Nga njëra anë Bjondi, nga ana tjetër Zeshkani. Vërtet dilem ekzistenciale. Rëndësi ka që të mos dal pa burr nga shtëpia e Medinës. Qa po don ti me bo? Ti ki një plan diçka? Vesh pe du fëmin ta. Zamar, tu kime kalu një rrugë me thera. Diçka ka me ndodhë të ki. Qa po thu me bo që ta shumë ja? Tash qëtë plan që a ki ti, a me lejmë rrugë policia qa po don me bo, ki me fitu. Në fakt, Medinës i drejtohemi se nuk i besojnë policisë. Kush më mirë se ajo, në gjithë Prishtinën as gjithë punë? Sidomos, pas garancive që na jep në fund. Shpejt ki me më shkru ti mu një mesazh, ka mu bo te për mirë. He, ki me po që tu ki me fitu, Zamar. Ku ka me ka fëmija? Fëmi ka me konë të ti, to t'i je pun e bes edhe ti garantaj. Di 100%, di 1.000.000% ja besimi. Seanca ishte vërtet e dobishme. 1.000.000% garanci se do të kthehet djali dhe 20 euro hak pune. Mëse i merituar. 20 euro ke apo? Po dhe që e kam unë një prastin me fëmi, e di qa është e vlodi. Edhe dësh mu konë sport, veç me forcu vete, edhe veç me ecë rrugën e drejtë. Vetëm rrugë e drejt nuk mund të quhet ky sharlatanizëm me qëllim zhvatjen e njerëzve të dëshpëruar, të cilët kanë kërkuar ndihmën tonë. Ajo veç rrena edhe nuk bën me aporet e tu se veç të mashtron. Kur gjo hajrë për të në nuk ka njëre. Jo me shku edhe nështë mi janë hap njerëzve sy. Cila po të me këshyrë? Ti në realitet nuk e panë që... Në realitet nuk e panë që kom të bashku me fëmija. Kujna? Mu, Kaltrinës, që kom qenë këto. Ti më ke mashtru. Ma ti e Kaltrina një Bjondi u këmë të. Realisht, ti më ke mashtru, se unë nuk kam fëmë. Unë jam e Dona, jam gazetare në misioni Piranjat. A i mashtron të gjithë. Jo, a i mashtron të gjithë njerëzit. Kjo është e palishme që po bëni, Zoj. Pse i mashtroni njerëzit o shumë e tërshme, dikush shpresante jo, zonja Medina. Kjo që e bëni jo është e palishme, ju përfitoni prej njerëzve për shqetësime të njerëzve, zonja Medina. Bamirësja Prishtinës unë mbyll brenda në shtëpi, pa na dhënë asnjë përgjigje për dhëntinë e saj që gjoja zgjidh hallet e njerëzve. Ajo që na mbetet është vetëm t'i bëjmë thirrje atyre personave që duan t'i drejtohen për ndihmë asaj apo edhe të tjerëve si ajo. Mos u mashtroni, janë thjesht zhvatës që pasurohen në kurrizin tuaj.